Duhet të qëndrojmë me perëndimin duke forcuar rolin e Evropës dhe Italisë brenda perëndimit. Kështu e përfundoi fjalimin e saj në Senat kryeministre italiane Giorgia Meloni pak përpara takimit të Këshillit Evropian. Kjo deklaratë nuk kishte asgjë origjinale. Çdo kryeministër italian mund ta kishte shqiptuar që nga fillimi i Republikës, atlantizmi dhe evropianizmi kanë qenë gurët themelor të pozicionimit të Italisë, por që nga fillimi i presidencës së dytë të Trump nuk është më e mundur të përsëritet kjo deklaratë në mënyrë inerte. Duhet të bëhen pyetje të reja dhe ato nuk mund të shmangen. Çfarë është perëndimi sot? Deri një vit më parë, me perëndimin nën kuptonim një bashkësi të gjerë politike dhe kulturore, të përhapur në disa kontinente, por të bashkuar nga vlera të caktuara që ishin ndarë pas luftës së dytë botërore, kryesisht me nxitjen e Shteteve të Bashkuara dhe më pas të vendeve evropiane. Këto përfshinin sundimin e ligjit, ndarjen e pushteteve kushtetuese, legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore, ndarjen e pushtetit politik dhe ekonomik, autoritetet garantuese të pavarura, hapjen ndaj tregtisë ndërkombëtare dhe koordinimin shumëpalësh përmes organizatave ndërkombëtare. Deri një vit më parë, Shtetet e Bashkuara mishëronin një rol të dyfisht. Historikisht kishin qenë arketipi i një vendi me një demokraci të konsoliduar, të themeluar mbi kapitalizmin demokratik, dhe deri atëherë kishin qenë një vend kryesor në këtë fushë. Për më tepër, ishte dhe është ende një fuqi hegemonike në mbrojtje dhe siguri, garantuese një rrjeti aleancash që fillojnë me Aleancën Atlantike. Me kthimin e Donald Trump në shtëpinë e bardhë, është faqur një përçarje e qartë, një që nuk duket se përshtatet në kategoritë logjike të përdorura nga Giorgia Meloni, as në analizën më të detajuar deri më tani, të paraqitur ditën tjetër në Senat. Shtetet e Bashkuara ende e gjejnë veten më shumë se kurrë, pjesërisht për shkak të shkurtpamësisë së papërgjegjshme të Evropës në rolin e fuqisë mbrojtëse hegemonike, një rol nga i cili Evropa i lutet të mos heqë dorë, por ajo ka hequr dorë nga roli i saj si lidere midis demokracive liberale, e themeluar mbi sundimin e ligjit, dhe si një forcë lëvizëse për qeverisjen shumëpalëshe të globalizimit. Ne evropianët mbrohemi dhe duhet të shpresojmë të vazhdojmë të mbrohemi, të paktën për një farë kohe, nga forcat e armatosura të atij vendi, Shteteve të Bashkuara, të cilat na ndihmuan heroikisht të çliroheshim nga nazizmi dhe fashizmi, dhe të na mbronin nga komunizmi sovjetik. Atij vendi i detyrohemi mirënjohje të përjetshme. Në të njëjtën kohë, presidenti dhe qeveria e atij vendi janë gjithnjë më të paduruar me kufizimet që sistemi ligjor vendos në ushtrimin e pushtetit, të fituar legjitimisht në kutitë e votimit për të parandaluar që ai të bëhet absolut. Ata që na mbrojnë aspektin e sigurisë shfaqin ngjashmëri shqetësuese në parime dhe veprime me udhëheqësit e regjimeve autoritare ose autokratike, të së tashmes ose të së kaluarës, një kaluar që ne në Itali e përjetuam ashtë për një shekull më parë. Në këto kushte, çfarë do të thotë saktësisht prioriteti deklaruar i kryeministres në Senat? Unë punoj për perëndimin sepse mendoj se perëndimi është i fortë së bashku. A përfaqësojnë ende Shtetet e Bashkuara të Trump, sipas mendimit tuaj, udhëheqjen morale dhe politike të perëndimit? A duhet që vendet perëndimore të karakterizohen ende nga respekti për sundimin e ligjit? A duhet që ato të angazhohen ende për një agjendë koordinimi ndërkombëtar mbi të mirat publike globale, apo duhet përputhen me udhëheqjen e re dhe të kultivojnë thjesht marrëdhëniet e pushtetit? Nga njëra anë, për të mos ofenduar presidentin Trump, edhe si aleat politik dhe ideologjik, presidenti Meloni shmang qëndrimin kundër tendencës së administratës amerikane për të hequr BE-s atë pak sovranitet që ka ruajtur. Nga ana tjetër, shkruan Corriere della Sera, ajo e dënon BE-n që të përballet vazhdimisht me SBA-t dhe fuqitë e tjera me një krah të lidhur pas shpine, duke bërë pothuajse të pamundur miratimin e një qëndrimi të unifikuar. Meloni, me meritat dhe rrethanat e saj historike, udhëheq një shtet antar themelues, një nga vendet më të rëndësishme të BE-s, dhe ndoshta qeverinë më të qëndrueshme. Ajo ka fituar ndikim në Evropë dhe gëzon marrëdhënie të mira me presidentin e SBA-s, në vend që thjesht të kultivojë një afërsi që mund të ketë dyshime mbi thellësinë e besimit të saj në sundimin e ligjit. Kryeministria mund ta përdorë këtë trashëgimi, më shumë se sa ka përdorur deri më tani, për të bindur presidentin Trump që ta kuptojë dhe respektojë më mirë BE-n. Një kujtese duke vepruar me Gjermaninë, Italinë dhe evropianët e tjerë, paraardhësi i tij Ronald Reagan dhe kryeministria britanike Margaret Thatcher, të dy konservator, hodhën themelet për rënien e Bashkimit Sovjetik. Mund të propozoj gjithashtu të marrë një rol udhëheqës në hartimin, së bashku me vendet e tjera të mëdha të së ardhmes së BE-s. Ndonjëherë, qeveritë italiane me bindje të ndryshme politike ishin vendimtare në avancimin e projektit evropian drejt një Evrope më të fortë që përputhej me vizionin evropian të Italisë. Ky ishte veçanërisht e vërtet në vitin 85, kur nën presidencën italiane u miratua kuadri i parë për tregun e vetëm, duke ka përcyer rezistencën nga Mbretëria e Bashkuar në vitin 90, kur përsëri në një presidencë italiane, duke ka përcyer rezistencën britanike, ajo hodhi themelet për monedhën e vetme, dhe në vitin 2012, kur qeveria italiane aleate me Francën ka përcjellur rezistencën gjermane ndaj bashkimit bankar,
dhe një qeverisje të re të Eurozonës. Zëri i Giorgia Meloni tani është autoritar, por ndonjëherë është i ngjirur, sepse është i zënë midis kontradiktave objektive që nuk janë të lehta për të zgjidhur, të tilla si ato midis presidentit Trump dhe Perëndimit, të krijuara nga paraardhësit e saj, ose sepse po luan në mbrojtje, duke u përpjekur të mbrohet nga ajo që të tjerët në Evropë mund të duan t'i bëjnë Italisë.